ftesë stofit të një politikani ki inë një personazh të krejndryshe nga këta klasikët tanë që një mësuar. Dhe unë do të filloj nga, ne do të trajtojmë tani në këtë intervistë disa pika, do të filloj nga politika. Jeni shpallur kryeministri i qeverisë teknike. Mbi baza ligjore dhe kushtetuese mund të vetë shpallet njeriu kryeministër, se mund të dalë dhe unë të them kam këtë qeverinë time, jam kryeministri i Shqipërisë. Ti ke drejtë që më bën këtë pyetje dhe mua që është e vërteta më bëhet qefi për t'ia shpjeguar edhe një herë popullit shqiptar. Unë për herë të parë jam shqiptar, me qindra mijëra vjet. Për herë të dytë unë kam edhe një emër parti. Quhet Partia Shpresa Demokrate. Ka qenë ndonjë në zgjedhjen në Shqipëri kjo parti? Jo. Është bërë më 2001 me gjykatë. Normalisht. Dokumentat të rregulla. Është regjistruar, po s'ka marrë pjesë në zgjedhje. S'ka marrë pjesë për arsye sepse unë e kam ditur që Shqipëria do rrit 32 vjet. E kam ditur që më 90. Unë kam qenë 90. Po është firmosur për 32 vjet. Pra, qeveria teknike e kam krijuar unë s'pyes as Berishën, as Edi Ramën dhe as njeri. Unë kam të drejtë, dhe çdo shqiptar ka të drejtë nëse shqiptarët e duan një diçka, unë kam drejtë të ngrej qeveri teknike. Po qeveria teknike është ngritur me qëllim për të rrëzuar këtë qeveri. Për të rrëzuar Edi Ramën. Edi Ramën misioni juaj është i qartë. Po dhe Sali Berisha. Misioni Ju kam dëgjuar në